pak ditësh, modelja e njohur, njëherëzi ish banore e shtëpisë së famshme në Shqipëri, Loredana Brati, organizoi një festë të madhe për ditëlindjen e saj, ku të ftuar ishin personazhe të njohur për publikun shqiptar, por edhe ish banor të shtëpisë së famshme. Mirëpo, interesi ishte i madh për të zbuluar nëse në këtë ditë ishte apo jo Josefin Marku prezent. Kjo pasi gjatë rrugtimit të tyre në shtëpinë e famshme, dyshjen e fjalë përjetoi një romancë. Kjo gjë është diskutuar dhe në emision, ku në panel ishin të ftuarit nga ditëlindja e Loredanës. Në mesin e tyre, aktori i njohur Eugen Plovishti, i cili ndonse flet për dyshën romantike, tregohet i kujdesshëm për të mos treguar detaje. Jozi erdhi nga fundi, por më duket se erdhi të merrte Valbonën, tha Eugen Plovishti, duke shkaktuar të qeshura në studio. Në lidhje me këtë, u shfaq pak sa irrituar Gjeneta Fetao, e cila ndërhyri dhe tha: "Jo, ka qenë dhe ka uruar deri tek dera. Nuk ka dashur që të futet brenda për arsye që ndonjë ish banor të kishte agravuar situatën. Nuk ka dashur që të prish ditëlindjen Loredanës", zbuloi Gjeneta për herë të parë, duke deklaruar se Jozi pas ka qenë prezent në ditëlindjen e Loredanës, vetëm e vetëm për ta takuar. Me sa duket, lidhja e tyre po vazhdon në fshehtësi të plotë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.